Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, ata hiqeshin sikur e donin profetin alayhi salatu wassalam, sikur doshin me dhon jetën, donin të jepin jetën për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ti shifshin në saf parë, rresht parë. Të gjithë në rresht parë të pas profetit alayhi salatu wassalam dhe bënin si strikt në fe. Sikur ishin njerëz që i vdiste shpirti për fe. Ama kur vite momenti që profeti alayhi salatu wassalam bënte thirrje për një ekspedit ose për një fushat me profile me karakter të ndryshme, po kishte nevojë më shumë komuniteti ose feja ose xhamia ose besimtarët, ishin njerëzit që gjenin momentin më delikat me godit aty ku i dhen më fort, edhe me sabotu, subhanallah. Pra këta që mbuloheshin me fe dhe bënin si shumë devotshëm, që u falin në saf parë dhe bën kush? U falë dhe profeti alayhi salatu wassalam nga njëherë si shtregohet në për hadithe dhe për histori, edhe mbas namazit u çote dikush për tyre që ishte kreu i tyre, njifshin të gjithë, subhanallah, edhe thoshte: "O i dërguar i Allahut, shqyr që të dërgoi Allahu ke neve mbas namazit, o shqyr që të kemi na hapi Zoti sytë dhe zemrat me ty." Thoshin njerëzit, thoshin ty fles për pejgamberin alayhi salatu wassalam. E kur vinte momenti që kishin më shumë nevojë besimtarët, ky fillon të fuste fitnë e përçarje, e fillon të i bote njerëzit lomsh, fillon të i kthete mendjen njerëzve që mos të bënin krah profetit, mos u bënin krah të vërtetës, mos u bënin krah nevojave të muslimanëve, subhanallah. Duke godit aty ku dhem më shumë, edhe me koperturën e besimit pra, duke u heq si besimtar fantastik. Allahu na ruaj.